Është vendi i punës që shkaktoi zinë në disa familje, madje brenda pak javësh. Edhe një rast kur një punëtor i korporatës energjetike të Kosovës humbi jetën, ndodhi të ejtën. Mitrovicasi Arianit Mehmeti mbeti i vdekur që sipas kësaj korporate fillimisht u lëndua rënd teksa kryente punën. Sipas informatave fillestare, gjatë angazhimit në transportin dhe zhvendosjen e kablove 6 kV, ai ka rënë në kontakt me tensionin elektrik dhe ka psuar lëndime të rënda. Menjëherë pas ngjarjes janë ndërmarrë veprimet emergjente dhe punonjësi është dërguar për trajtim mjekësor në ambulancën e Obiliqit. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, fatkeqësisht ai nuk arritur të mbijetojë lëndimeve të marra. Për këtë rast reaguan edhe nga sindikata e re e Kekut, sipas të cilëve kushtet e punës në këtë vend nuk janë të përshtatshme. Këtë raste janë shumë shqetësuese. Ne kemi pas paralajmërime për kushtet dhe sigurinë e punëtorëve të Kekut, mirë po nuk ka ndryshime. Sa më të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm të jenë udhëheqësit dhe ekspertët e sigurisë dhe menaxhmenti i Kekut, aq më pak do të ketë aksidente dhe fatalitete të tilla. Pikërisht për sigurinë në Kek ka reaguar dhe deputetja e PDK-s Ganimete Musliu, e cila ka kërkuar hetim të plot, transparencë dhe përgjegjësi lidhur me rastin. Ndërsa sipas Burim Ramadanit nga Aleanca, rastet e tilla janë pasojë asaj që ai e cilëson si paaftësi institucionale. Rasti po trajtohet nga organet kompetente, të cilat pritet të përcaktojnë rrethanat e plota të aksidentit.